Zoti Dyshniku, a jeni gati për të marrë pasaportën europiane pas zgjedhjeve të 11 majit, që sipas Edi Ramës, kjo pasaport mund të merret deri në vitin 2030? Po çam duhet më pasaporta europiane. Ora ky pse na serviri neve pasaportën europiane? Po ky gjë budallëj më që do të trokasin e përsheshje. Budallëj më them komplet me plot gojë, janë budallëj. Budallëj ose të shitër, të interesuar i ka berë me vende pune. Po mos na bie pasaportën europiane, të na bie përvojën europiane të demokracisë të shtetit ligjor. Të na bie mirëqenien europiane. Ky thot, hajde këtu thot ky, e të shkoni në Evropë. Ora valla, na bie Evropë këtu mo. Pse do të vetëm unë në Evropë? Bie firmat e huaja këtu të ndërtojnë, të hapin fabrika, uzina, kombinate. Jo punë ishte për pije, për lenje, për kafe. Çfarë do? Këto është skandale. Këto është skandale. Ke gjithë pasuritë kombëtare. Pse s'vin firmat e huaja më? Po ja ka dhënë lloj oligarkësh. Pse s'vin firmat e huaja të bëjnë shfrytëzimin e mineraleve me cikël të plot, edhe të naftës me cikël të plot. Po s'mund ta bëj një oligarku jon sa do i madh tjetër. Po çe ne kemi oligark me parat e shtetit, me buxhetin e shtetit. Kështu janë bërë ta oligark, nuk janë bërë se ka ndërtuar prodhime, jo. Ka hapur fabrika, uzina, kombinate. Asnjë nga ata s'ka nga ato. Na rrugën thot ai, bën 100 milion. Unë do t'jap 300 thot, 100 mua, 100 tyja, edhe bëj çat bësh ti. E ky është pazari. Edhe rrugët shumica janë bërë me borxhe që merr me interesa të larta nga bankat e huaja. Edhe i paguajmë neve. Shumicën atyre vit për vit. Prandaj s'ka ku të na rrisë rrogat. Se ky, marrim një shembull thjesht fare. Ky në mënyrë më skandaloze, edhe nuk e di, ai kontrolli i shtetit e ka konstatuar apo jo. Po ky në vend ta paguaj atë trajnerin e ekipit kombëtar të futbollit, në vend ta paguaj Federata Shqiptare e Futbollit, e paguon qeveria $750,000 ashtu euro në vit. Me çfarë drejt ky ish përdoron lekët e popullit, taksave tona dhe ja jep atje? Kur Federata është private, s'ka punë me neve, kur ka stadiumin që nxjerr me miliona në muaj, jo më në vit, pse duhet paguaj shteti, populli? Pse duhet? Prandaj këtu bëjnë ca gjëra që janë shumë skandaloze. Ose tjetër, në anën e kulturës, sot ky, unë jam i kulturës, jam i sporteve. Po çfarë këtu? Si ka mundësi që shkollat, qeveria nuk u cakton fonde. Atje në Michigan është kjo punë, ekziston. Fonde për kulturën dhe sportin, që fëmijët i çojnë në stadiume, fëmijët i çojnë në teatro, shkojnë në pallat e sportit, shohin ndeshje, apo japin shfaqje të ndryshme, qoftë hokej, qoftë basketboll, voleybolli, apo koncerte. Pra shkojnë, edhe u bëj dhe xhiro atyre bizneseve që janë sportive, po dhe kulturori, i çojnë nëpër teatro, i çojnë nëpër shfaqje të ndryshme. Pra shkollat, falas me palek, me buxhetin e shtetit, është pjesë e edukimit kjo, që nga kopshet edhe me radhë. Pse nuk e bëjnë? Pse si bën ky? Apo harxhon? E çon ky do rikonstruktoj thot kalan filan. Hajde gjej, i çoja aq lek apo si çoja aq lek ky? Hajde gjeje. Se ky po vjedh brenda në përzyra. Korrupsioni thot kanë ngrënë të ardha dhe kumlla thot mbas kurrizit tim. Aty këtu s'merret vesh. Tu ha derë dhe dosa, si doj, vetëm populli nuk ha. Zoti Dyshniku, si mendoni çfarë i pret pensionistët pas zgjedhjeve të 11 majit dhe a do të përmirësohet jeta e tyre, por edhe a do të rritet pensioni nga ana tjetër pas këtyre zgjedhjeve? Me këtë kryeministër unë nuk kam asnjë lloj shprese. Kush beson se ky do rris pensionet, gabohet rënd. Ky është anti-shqiptar. E ka në gen. Përderisa ky njeri nuk dëgjon ankesat e pensionistët, 8 javë rresht ne protestuam edhe nuk begenisit na takoi, ky e tregoi më së miri se ky s'është për këtë punë. Ai do të shporru nga politika, jo më nga qeveria. Prandaj në këto zgjedhje që do bëhen në votime, pavarësisht se ky në atë listat e mbyllura e ka garantuar, por në listat e hapura shqiptarët duhet ja abandonojnë të dy këto partitë,
që janë fajtore për këtë gjendjen e demokracisë në Shqipëri, që nuk ekziston fare. Se ja, është dhe kjo tjetra. Thonë këta, po ja thot, e ka fajnë ato skemë, thot ka dështuar se pensionet nuk rriten me njerë, duhet një farkohe. Po mi më ka shumë gjëra që mund të bëhen. Përse edhe një pallat që të bëhet, edhe jo ka kohën e vetë. E para fillon merret leje ndërtimit, bëhen ato studimet nëntoksore gjeologjike, bëhet projekti, bëhen preventivet para dhe kjo. Tani ti, çfarë premtime shi e popullit ti? Ti si ka dhënë as minimale më. Ky së shullet të thotë, na dëgjoj, çfarë kërkojmë neve, edhe ta bëj. Pastaj ka ca gjëra që nuk ka nevojë të ketë lekë fare për ta rispensionet. Ky duhet i kishte bërë, po të kishte dëshirë. Na hiqte neve taksën e TVS-sh për të gjitha ato 100, 200 apo 300 euro që marrim në pension. Na hiqte TVS-n. Këtë e bën të kollaj me një VKM të thjeshtë. S'ka nevojë të hapi lek. Apo ajo tjetra që kompensimi i bukës vajgurit e gazetëndshëm, që është me një VKM të vitit 1996, kur çmimet janë 10, 15, 20 fishuar të këtyre madrave. Pse nuk e ndryshon? Ja kaq sigurt të bëj ky. Pa folur për atë tjetrën, që çmimi i energjisë elektrike tatohet 3 herë TVSH-ja. Hidrocentralet ja shesin asaj OST-s me 20% TVSH, OST-ja e shet OSH-s i shton dhe 20 të tjera TVSH, OSH-ja na e shet neve dhe bizneset, plus edhe 20 të tjera, pra i thonë 60% TVSH. Energji elektrike përveç çmimit ka dhe 60% TVSH. Hajde 20% po i pranojmë, po 40% të tjerët pse nuk i ndalon ky? Nuk e din të punë. Nëse nuk është e vërtetë kjo informacioni që ka marrë unë, pse nuk flasim? Apo thonë kështu, ama se këta personistë janë, ku marrin vesh ta? Ta janë tallë ka ugur. Ne i dim. Ja e shohim ata që dinë se ç'po na bëjnë. Ata s'di hiç, ata di vetëm ta vjedhin. Ja kështu është kjo punë. Pa folur pasaj për ilaçet dhe për këto tjera që as diskutohet fare. Cili do të jetë vendimi që mund të marrin pensionistët në këto zgjedhje? Do ta votojnë masivisht Edi Ramën apo do ta braktisin atë? Shiko, unë them se gjysma e pensionistëve nuk do të votojnë. Nuk do të votojnë. Kur themi pensionistëve, përjashto këta pensionistët janë që kanë fëmijët atyre deputete, ministra e rrogtar me fjalë pushtetit. Këtyre s'u intereson, do votojnë. Ama fëmijët apo të afërm me të atyre pensionistëve të tjerë që marrin sidomos ish kooperativistëve, që marrin nga 80.000 lekë, 90.000 lekë, ata unë mendoj se nuk do të votojnë. Dhe unë atyre u kam thënë dhe u them prapë. E vetmja forcë politike që deri tash i kanë mbështetur pensionistët është Lëvizja Bashkë. Pavarësisht të metë gabime që mund të kenë, se është forcë e re politike, por janë njerëz të ndershëm, të sinqertë, pa hile. Edhe kanë treguar kjo. Kurse të tjerët, po të ishin të ndershëm e sinqertë, në këto llafin që thotë tashin fushat, do të kishin ardhur, na kishin mbështetur neve. Por asnjë rast nuk ka pasur ta mbështetur. Nuk na mbështet asnjëherë. Prandaj them që Lëvizja Bashkë do mbështetur nga pensionistët, nga ish kooperativistët në tërësi, edhe familjarët e tyre, edhe të afërmit e tyre. A do t'i vijoni protestat pas zgjedhjeve të 11 majit nëse Rama ose Berisha zgjidhet kryeministër? As diskutohet fare. Do na kemi përballë. Çdo që të jetë kryeministër do na ketë përballë. Më fort dhe më shumë, sepse kemi jo vetëm përvojën e vitit kaluar, por do kemi edhe mllefin që s'na dëgjuan dhe që s'kan për të bërë gjë. Me ne nuk do tallen më. Nuk do lejojmë që të tallen me neve. Zoti Dyshniku, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve për mundësinë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.